Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah në gjalla wala falenderojmë, dhe lusim që paqja dhe bekimet e tij të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në pjesën e parë të kësaj ligjërate të ndëruar, patëm rastin dhe nderin që të njihemi me emrin Allah as-Sittir. Dhe krahasë morëm disa prej kuptimeve të këtij emri, përmendëm edhe disa pika që kanë të bëjnë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Para se të vazhdoj më tutje me pikën e radhës, dua t'ju them një gjë më rëndësishme që nganjëherë ka disa begati të mëdha të Allahu xhallahu ala mbi ne që ato më tepër përjetohen se që mund të kuptohen. Pra ndoshta begatia e njohjes së emrit e Sittir është prej kësaj. Nga njeriu ndoshta nuk gjen fjalë, nuk mund ta përshkruan begatin e madhe të kësaj mbulese, apo e mbetet që ta përjeton madhështinë e kësaj begatie të madhe që Allahu xhallahu ala na ka begatuar me të. Dhe krahasoj ajo prej pikave vijuse që mund të përmendet është se njeriu e kam pyet njërin prej dietarëve. Sa është madhësia e mbulesës së Allahut azza xal? Te kur mblan Zoti xhallahu ala? A ka një kufi? Është përgjigjur, është pa kufi. Nuk dim në sa mbulon ai atë. Na asvet nuk e dim sa na ka mbuluar Allahu xhallahu ala. Prandaj fakti që ai na mbulon për aq sa dim është e mjaftueshme. E mos flasim për aq sa nuk dim, padyshim se kjo e bën robën që ta don Zotin xhallahu xhelaluhu. Nga se paramendoje, domethënë një tmet prej tmetave serioze që mund t'i ketë njëri në këtë botë, apo një lëshim prej lëshimeve serioze që mund t'i bëjë njëri në këtë botë. Paramendoje që një i afërt i joti, mik i joti, i dashur i joti, apo ta ketë bërë në raport me ty dhe ti me ditë. Apo ajo mund t'jetë një prej shumë tjera që ti nuk i din. Por çaj zbulimi i njerëz që ti ke pas tras me ditë është e mjaftueshme që ndoshta për tërë jetën mos kesh më fuqi dhe mundësi të bësh raporte të mira me të apëton. Kur? Kjo është njëri me njërin apëton. Nëse Allahu xhallahu xhelaluhu jo që e din një, po din me qindrat meta tona, i mbulon dhe ato madje janë në raport me Allahun xhallahu ala, apo ai e din dhe megjithatë në robi kur sillet me ndërgjegjësi dhe përgjegjësi për ballë së mbulesë, e shndron Allahu xhallahu ala në miqt më të afërt të tij. Pa e begatia e kësaj mbulese më të vërtetë e pakufishme. Nuk mund gjeni një fjalë që ta përshkruan mirësinë e kësaj mbulese. E që ndoshta më së miri do të përshkruaj në qoftë se përkthehet në dashuri. Apo do të thotë nuk kemi nevojë që të shtojmë informata më tepër dhe të flasim më tepër që të njihemi më shumë me këtë. Jo, pjesën e mbetur që s'kena pas mundësi ta shprehim me fjalë, ta shndrojmë dashuri apo. Nuk di ç'është, po e di që duhet më dash shumë. Se ai Allahu xhallahu ala është ai i cili e din saktësisht për çfarë arsye e ka lënë urdhën e tij apo. Që ti me ditë për shembull nganjëherë se dikush për çita e kalon takimin me ty, apo e të kalon keq tu prit në rrugë, e ki bajegi vështirë me kod gat me apo halal apo. Gjysisht ja bën, por që të pushon zemrat që të çohet për ballti apo. Po flas për gjëra shumë të thjeshta, mos të bësh më tepër atë. Nëse Allahu xhallahu ala të ka obligu me disa obligime të caktuara, dhe ato janë fund e krye për të mirën tonë, ndërsa ti i ke braktis. Ai e din pse i ke braktis. E ke lënë një obligim të madh për çfarë arsye? Për shembull, për një epsh thjesht caktuar, gjumin, apo për ta cit. Për shkak të kësaj shumë thjesht e ke vlerësuar obligimin e tij. Ai e din pse. Dhe ai e sheh epshin tënd i cili ty po të bën përshtypje më tepër se thirrja e tij. Ai kët po e din,
dhe ai po të mbulon atë. Dhe në momentin kur ti po vendos ta ndryshosh tash qasjen përballë obligimit dhe ta mpash epshin, Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka diçka qëndrim para prak, apo po fillon për fillimit me ty japën. Kët kur kush se bën me ty japën, e as ti më kërkon. Kjo është e njohur të njerëz. Kur kush se bën me ty, e as ti më kërkon se bën kështu. Edhe pse ti ke nevojë për atjetën, ai ka nevojë për ty japën. Nëse që s'ka nevojë për neve, ne kemi nevojë shumë për ta, e bën me neve kështu. Pse ajo është e sitir. Kur e mbulon, nuk e mbulon për me të sabotuar me to. As me të shantazhuar me to. Ja, absolutisht. Nuk është mbulesa, nga njerëz zonjërt i mbulojnë të punë, apo mirë po e përdorin si material për shantazhim. Qëre ti e din çfarë diun për ty. Apo kështu Allahu s'bën me njerëz apo. Allahu xhallahu ala nuk bën kështu lloj veprash për ballë njerëzve apo. Ja mbulon, madje sikur që e dini edhe në hadithin e njohur, e dinë gjykimit ku të rrezikohet njëri që të publikohen tmetë të tij nga së është dita e publikimeve. Është dita e nxjerrjes së tërë asaj që ka qenë grumbulluar në brendin e njeriu. Apo sikur që Allahu xhallahu ala ka përmendur shumë ajete kuranore, se është dita kur del shesh e jashtme dhe e brendshme. Muna ditë kur është dita e publikimeve, edhe në atë ditë Allahu xhallahu ala e strahon robën e tij dhe i thot, "At kujtohet ajo që ka kom ditë për ty në tokë, po e di. E po e takumlua ti edhe sot e më lejafta." Sigurim i vazhdueshëm. Do të asnjë nuk e përdor për me ngushtu, as do të sikur se thash njerëz sot e përdorin për shantazhe të ndryshme që edhe po ta bën të Zoti me neve kështu, apo do të ishte në dobin ton. Sot njerëzit pse bëjnë shantazh ndaj tjetër për më ndëgju? Ngam sti publikoj. Si të ma prish i çesë çka ke bëu. Apo për t'i bërë rap vetin. Po të ishte edhe kjo një mënyrë që Allah të na kthen në robrin ton ndaj tij, do të ishte hajër për ne ato. Për shembull, të kishte në rregull caktuar fetar ku thuhet në njëri i cili brenda 10 vite nuk pendohet. Apo Allahu xhallahu ala do t'ia shfaqë tmetet e tij në fytyrën e vet atë. Apo pse kët do të bën? Po pendohu pra, ktheu te Zoti xhallahu ala. Po të ishte edhe kjo mënyrë për të kthyr tek Allahu xhallahu ala, për të penduar, do të ishte në hajër të dobit njerëzve. Edhe kështu Allahu se bën atë. Të gjitha janë komunikime shumë private mes Zotit xhallahu ala dhe robët vet atë. Ana njohja e kësaj begatie kaq të madhe, thash nuk ka mundësi të përkthehet, nuk ka mundësi të zbërthehet gojarisht, apo përveç se në kufi të caktuar. Ajo që mbetet e pasqaruar, për shkak të me të vërtet pa aftësisë së gjuhëve që ta përshkruajnë këtë begati, atëra duhet që besimtari ta mbush me dashurinë ndaj Zotit xhallahu xhelaluhu. Ta don këtë Zot i cili e mbulon, e njeh shumë mirë dhe megjithatë e bën me autoritet. E njeh shumë mirë dhe megjithatë i garanton respekt për njerëzve. E njeh shumë mirë dhe prapse nuk ja deformon formën e jashtme apo. Apo si pasojë mëkateve e kështu me radhë. Prandaj kjo duhet që me të vërtetë mëngjes dhe mbrëmje dhe vazhdimisht në jetën tonë që të ushqen zemrën tonë me dashuri të madhe ndaj Zotit xhallahu ala, i cili thash na njeh dhe na mbulon. Ndërsa ata që janë të pandërgjeshëm, të cilët e zbulojnë mbulesën e Allahut azza xhall, atëherë këta janë njerëzit më të privuar në fytyrën e tokës apo. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa illa al-mujahirun. Tër ummeti im do të falet, përveç ata që i publikojnë mëkatet e tyre. E kanë pyetur ja Rasulullah, kush i publikon mëkatet e vetë? Kush ai njeri? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu gjatë natës e bën një mëkat dhe kur zgjohet mëngjes Allahu ja ka mbulu. Ndërsa ai shkon tek miku i tij apo te miqtë e tij dhe i thotë mbrëm veprova kështu dhe kështu. Apo e ka shky mbulesën e Allahut që me të e ka mbuluar. Me këtë publikim të mëkatit të tij. Ose ka bërë mëkat gjatë ditës dhe Allah ja ka mbuluar. E pastaj e shkon natën dhe ua publikon dhe ua shfaq të tjerëve mëkatin që Allahu xhallahu ala ja ka mbuluar. Ky njeri nuk përfiton nga falja e Allahut azza xhallahu. Qase nuk mund të përfiton. Për shkak se ky njeri bën një varr shkeljesh. Ai që i publikon tmetat, ai që publikon mëkatet, apo dietarët i kanë përmendur se ky bën një varg shkeljesh, të thotë e pengojnë këtë njeri nga teubeja.
E çfarë shkeli bën njëri i cili domon bën kësi veprash? E para kanë thënë dietarët është lloj nënçmimi dhe përbuzje ndaj të drejtës së Allahut mbi të. Qysh Allahu xhallahu ala ta ka ndaluar këtë ti përbëna, po valla e bona. Kjo është në fund ti nëse nëse ti ke rshit dhe ke gabu, e ke shkëtë në Allah xhallahu ala, s'po mos bë këtë publikisht këtë shkelje. Nëse më nuk është thjesht një shkelje një haram, nuk ka vetë thjesht kështu, po ai ka edhe implikimet e tjera anësore, i ka efekte të tjera anësore pastaj. Se çdo shkelje, çdo mëkat nuk ka vetëm mëkat thjesht. Apo po para se të jetë mëkat është cënim i të drejtës së Allahut azza wa jall në tokë. Nga se e drejta e Allahut në tokë është të adhurohet. E adhurimi në kupton zbatimin e obligimeve dhe largimin nga ndalesat. Në momentin kur njëri e nënçmon këtë të drejtë Allahut azza wa jall, bën një shkelje më të madhe se vetëm mëkatet që ka bë. Ndërsa momentin kur e publikon, atëra është një lloj nënçmimi ndaj Allahu xhallahu ala. Por është edhe nënçmim dhe përbuzje në vetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që pejgamberi sallallahu na ka mësuar, të ka kallëzuar. Dhe ti publikisht po kallëzon se domthon s'ta kalon shëmsimi i tij. Ku është respekt ndaj mundit ti? Ku janë nderimet ndaj misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Dhe njeriu veç këto me kujtu turpnohet për ballë se që ka bëu, veç vet. E lëra më të merr guxim edhe ta publikon me të tjerët a çfarë e ka bërë për të këqija. Është marrë Allah, është turp. Është turp që të shfaqet publikisht se mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po dështojnë një mas një. Jo në kuptim të cilën që atë, po tek individët e caktuar, apo nuk po kanë sukses. Ai na ka mësuar, po a nuk është marrë, a nuk është për shembull një arsimtar që i ka 50 nxënës, apo ai ka shpjeguar mirë, i ka mësuar mirë. I po që 25 minuta ka ngel. Një lloj po them ndoshta emete. Ai bie edhe arsimtarin këtë rast, sepse ndoshta këtë sepse ti ka marrë me kaluata. I bie se 25 vjet ka ngel, apo diçka nuk ka rregull apo. Edhe pse kjo në këtë rast nuk krahasohet me misionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po njeriu që e publikon me një fjalë dëshiron këtë met dhe këtë njoll të angjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është e madhe, është e keq apo. Qysh ai na nxon se ti ai po na mëson. Po mëson çka më bë, çish murujt, çish më smëra. Ti po bjen apo publikon. Do të thjesht me një fjalë, po do më tregu mos efikasitetin e mësimeve të tij se ku marr vesh sa duhet se sharapta. Ose s'm ka bë përshtypje mua sa duhet ky mësim, s'm ka bind sa duhet ky mësim, andaj unë e kombo. Ai nuk e thot nëse gojëresh kështu. Mirë, po përmbajtja e veprimit të tij në publikim e ka që të përfundim atë. Dhe gjithashtu edhe shkelja e tretë është gjithashtu edhe në nënçmim ndaj muslimanëve. Sa musliman mundon murujt, sa ka musliman subhanallahu, që sa ka hjek e ka vujt, sa sprovat i ka përjetu gjatë ballavaçimit të tij me një problem, me një mëkat caktuar, edhe se ka shkel. Ta vjen dikush me thjeshtësi të thonë e bona. Ti nëse ti e lig, apo ti me këtë publikim dhe me këtë mënyrë të trajtimit të problemit tën, po e nënçmon mundën e tjerëve. Po e përbuz. Dhe me një fjalë, sikurse ka thonë ulemat, është një fallë inati, apo një fallë kryenësie përballë Allahut dhe pejgamberit dhe besimtarën përgjithësi. Në për këtë arsye, për këtë varg gjunahesh që e bën ky njeri si pasojë e një shkelje, të cilën e ka shoqëruar me publikim, privohet nga falja e Allahut azza wa jalla. Privohet nga mundësia për të përfituar nga falja e Allahut xhallahu ala. Pa edhe është njeriu duhet që të kujdesshëm edhe për vetën e tij dhe për tjerët të mbulon të metat apo. Të mbulon të metat apo. Andaj nganjëre edhe ndodh që për shembull kur dy prej muslimanëve qoftë për shembull ndoshta për një jetë bashkëtorë apo. Duhen të njoftohen për të feju, për të martu, apo nuk është e nevojshme me një detaj të kallëzon prej kur i ka pas 10 vjet deri sa çka ke bë. Sa është këtë kërkuar me vëllai me të kallu këtë detaj të bëj.
Janë sa që janë buru, janë kalu, s'ka më tash kam e kallzuar. Ka mundsi në shkolla kur kanë qenë, apo ka pas s'po them me në çmu kët, apo po është normale apo është sadër fatkeqësisht është bën normale me pas një simpati të caktuar, po jo me qëllim të caktuar, jo largazo që ka prish nderin, po ka për shkak mos njohës pa vedies. E ato më ka kallzu. Si ta kallzoj? Ai s'ka pas ndikim në jetën e saj bakia. Po s'të merr vesh moshli mund me refuzu një vajzë të mirë për shkak që një tmete eventuale, apo që e si të ka qenë me mbuluar. Ose edhe burri që është kallzoma këtë, a ke pas në herë një tonë, dikër që e ke dasht. Po së përmanda, asë një obligim se ka pas, për balë te, mos me dasht kërkën të para te. Apo, ka gabu, nëse ka gabu, i obligohet Allah të më pëndu, jo ty. Se obligohet ty, se ty s'ka pas bërsh kurgja. Ty t'ka bërsh, ma që të mirë një vesh, masaj, masaj tani ndryshave. Po para kësaj, s'ka pas bërsh ty kurgja. Dhe pse duhet me ndë detale, por me vetë të mëtë, detale të te për ta, që shpesh e bëhen shkaktare që mos më bëbash që është mirë më bëbash këta dy. Andaj, do të them që esenca është edhe mbulesa. Po, gjërat e mëdha Allah na ruaj që kanë me nderin, ose diçka të mëdha që ka mundësi me kon pengesë për të ardhmen, këto ka drejt me ditë se s'le çift për tjetër apo. Ko gjëra tjera, ma gjëra madhore. Të mëdha ato, edhe këto janë situata të caktuara, kur me vetë mund të jenë pengesë për të ardhmen. Ato që s'kanë nevojë me kon, s'janë pengesë për të ardhmen, apo esenca me mbullo, edhe me dorë me të kallzu, s'ka nevojë, mos më kallzo, më mirë mos më ditë. Se dashuria është më e madhe kur nuk di. Ama më në detale, ose di diçka të përgjithshme, kom një diçka e tash kallzom. Tash një saat tu kallzu tregime apo që domon të gërditet tani me pasën me hall, jo me pasën familje apo. S'ka nevojë kështu me pasën detale, pa nevojë. Nuk ka nevojë. Esenca është mbulesa. Kullu ummati muafa, këtë Allah i fal, illa al-mujahirun. Mos publikoni të metat e juve. Mos kallzoni, s'ka nevojë. Ose nganjëre është e domosdoshme që të dim diç për të metave, se ka të bëjë me të ardhmen. Çaj sot dihet, çaj sot duhet. S'ka nevojë tjera. Për shembull, të mbezim të tema e njëjtë tek martesa. Apo kur dikush të pyet për dikën, çfarë më për fillon muslimani ose për muslimanën, apo tregon për aq sa i nevojitet për jetë bashkëtorë. Apo e jo për shembull, valla ky musliman i mirë është apo po e kom pas një biznes me të, s'na ka vëzë. Pa kjo grup biznes do më me të. Kur të vë dikush për biznesmen i kallzon se për biznes nuk është, ama për burr, ose diçka tjetër. Ani shfaqja nëse ka në tmet ndërtimin që po pyetësh, jo ndërtimin që si e tu pyet për atë punë apo. Ato që e tu pyet po, e kjo obligim me kallzuar. Sikurse do thotë pejgamberi sa selam është pyet për dy njerëz, një grup ka dashur martu, ka një Rasulullah, më kalin filoni. Çfarë po duhet të ka filoni i lëshon gratë shpesh. A ka të bëj kjo me martesë? Pa në marrë dikush me pyet, ja Rasulullah do të bëj biznes me filonin apo. Çfarë më bë? Po të lëshon gratë shpesh. Çka ka lëshon e gratë shpesh për biznes apo na zban Allah. Apo andaj ja ka dhënë përgjigjen për çdo çka është pyet. Ka thonë huwa kathiru talaq. Lëshon gratë shpesh. Nuk e dinë aty lëshon kur, po e kanë për me të kallëzuar lëshon kjo njëri apo. Ç'të problem e ka. E kanë tjetri, ka thonë nuk e lëshon shkopi pe dorë. Jo në kuptim se rre, po përpara njerëz kanë udhëtuar me shkop, ka qit strojcën në shkop edhe ka ec. Është njëri u mungon shumë pe shtëpis apo. Do të më di se nuk e ki burrin më shumë se ki shtëpi se që ki shtëpi. Nëse ty s'pengon, s'prish punë, vazhdon me tutje apo. Andaj ka tregu, kjo është një emet normalisht. Por së radh është emanet me e kallzu, se bëhet fjalë për dikon që të ka bëjë menaxhi për diçka që ti din mi kallzu apo. I kallzon në kufit asaj që kërkohet apo. Jo me shpëndat apo me kallzu se ka dal a ki boll unë di hala diçka me kallzu apo. Tani kallzo dhe kur keni lut fëmijë futboll apo kur i ka pas 6 vjet çka bëj ke 8 vjet çka bëj ke këto janë gjëra banale apo që nuk duhet musliman të hinë në këto detaje të panevojshme apo. Prandaj duhet me kont kujdesshëm me të matën. Apo çfarë është e kërkuar kaq. Unë e garantoj për çka kaq, më shumë nuk di. Nuk di më shumë apo. Andaj nganjëherë në një rast e kam dhënë përgjigje, jo më rast, po disa raste kam dhënë përgjigje të ngjashme. Për disa punë, jo në çudit çish po thosh këto. Po flas çka s'di apo. Kur jam pyet për disa xhamatit caktuar, punë caktuar, thash e di në çto rrafshë është çështë. Nëse është njëjtë, edhe në këtë rrafshë është boll burri mirë apo. Ama se nuk e di kësaj ç'është.
Se ka vëllezër musliman që mund të jetë i shkëlqyeshëm se xhamatlia apo. Apo mund të i shkëlqyeshëm kuptim të devotshmërisë, apo po mos të jetë i tillë si partner në biznes. Mos të jetë i tillë si bashart, nuk sa është i tillë çashtu apo. Andaj na flasim për atë që dim, e tash ti krahasoje merr rrezikun përsipër, se ne marr rrezikun përsipër. Unë për çikaq e di se është mirë. A është edhe çështu çikaq, tash duhet me rreziku se s'ka pa rrezik nuk ka apo. Apo nga se nëse i del mirë, nuk thot Allahu s'problem. Apo po nëse i del keq, thot mora në çopse s'm kallzova apo. Ai mirë një marr përgjegjësi për aq sa është në gjendje, apo që ta bërë këtë përgjegjësi apo. Dhe esenca është tash mbulesa, ndërsa e përmendëm dy të me të caktuar eventuale edhe nga ana jon, por edhe nëse pyetemi për dikën vetëm për aq sa e kërkon situata dhe rrethana, jo më tepër. Prandaj ajo që do të më thonë me kat është se esenca, baza e komunikimit ton mes vete apo e bashkëpunimit mes vete është mbulimi atë. Prandaj pejgamberi ka ndaluar që njëri që Allah xhallahu e ka besu udhëheqës e muslimanëve, apo çfarë lloj udhëheqësie, në familje, në punë, ku do qoftë, apo që me njëk njerëzit apo me ku po gabojnë. Kjo është metodë e pejgamberit sa zonë. Apo në çdo hap familja do të përgjigjë. E pse këto e bënë? E pse këto rishite? Ka thonë arabët Sayyidul Qaumi, udhëheqësi i mirë në vend është ai që e të gada, shë gabim bëbot kështë se ka po. Apo, e tani e përmirësën ka një dhirë tjetër. Ajo përso sen me bo gjyqë. Apo, gjdo ditë gjyqë. Gjdo ditë ka sanca gjyqësore. Apo, s'ka në jetë a bo të rongë kështë o lapëtën. Esenës është me mlu, kështë se ke po, kështë se ke ditë. E tani, e gjonë një metodë. Pejgamberi te ka po atje tu la, apo, i kam shkelë sytë, edhe u shku në xhami. Kur njëri ka unë qenda njerëz, kur të lanë nuk zbulon, i kam su të gjithë, apo po pa i detajle dhe pa e bëjë çështje të mëdha me filonin. Pra dua të them që kjo është një metodë e rëndësishme që duhet kemi kujdes edhe në familjet tona, po edhe në punë, apo që jo çdo gabim me bë të madh, me rrit, me ditë me klasifiku gabimin. Çka gabimi qëllim, çka gabimi pa qëllim, çka është i madh që meriton të bëhet madhe, çka nuk është i madh nuk meriton të bëhet madhe, kështu me radhë, gjithë çka publikohet, çka s'publikohet, për çka gjykohet dikush, për çka le krejt se s'është njerëzën këta, apo ne këto do të më di që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu të ka vepruar në jetën e tij, kjo është metoda e tij. Apo nganjëherë për shembull në jetën bashkëtorë që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nganjëherë për gabimet caktuara e ka bërë shumë të mëdha. Në për gabimet caktuara tjera ka hesht. Normale kjo punë. Mos e bëni të për të mëdha. Edhe pse po ne shumë të mëdha, mirë po pejgamberi sallallahu ka hesht të punën. Pa duhet ditë njëri me menaxhu me ata që i kanë nën kontrollin e mbikëqyrjen e tij. Qoftë familja e tij, qoftë do më thonë, qoftë gruaja në shtëpi me fëmijët e saj, qoftë burri si kryefamiljar, qoftë në punë si shef i reparit caktuar apo drejtori i firmë apo çka do qoftë, që të vepron me punëtorët e tij në parimin e amëtat e si të tjerë. Apo esenca është jo mi njeh njerëz, apo tani ata edhe kur dinë punë mirë kompleksohen, mos po mshë pi komplekset e gabon punën apo. Le njerëz lërshëm me punu. Lërshëm me shpreh aftësinë, fuqinë e tyre që kanë. E gabimet e mëdha me pasojat të mëdha, gabimet e vazhdueshme të përsëritura, ato tani kërkojnë që njëri me vu në aksion për përmirësimin e tyre. Po jo për çdo sen me publiku apo e ka bu filoni mbledhje punëtorët, filoni që tu e pash apo që të ke dorën e djathtë, këtu urdhërosh me që dorën e shmaj topën. Kjo publikohet gjithçka, me pas njëri kujdes, që esenca është njëri mblusë, njerëz të rënohen pikë me punë. Andaj na kemi qejf që Allah na mbulon neve, para na të mbulojmë të tjerë atë. Këtu është një meselë që kam dëshirë që pak me përmend, jo shumë detale, që ka të bëjë me mëkatarët dhe publikimin e mëkateve të tyre ato. Është meselë çështje që dietot e kanë trajtuar, po edhe që duhet besimtarët ta dinë cila është pozicioni i tij përballë një mëkati, që ai ka pas mundësi me e pa dikën duke bënë një mëkat ato. A ka raste kur lejohet publikimi i mëkatit të dikujt apo gjithmonë duhet të mbulohet, apo e kundërta është e vërtetë apo? E përmend edhe më ndëruar se esenca në mëkat është mbulimi. Këdo që e sheh se ka bëu gjëna, esenca është me mbulu. Kur them me mbulu, i bie që mos me publiku para të tjerëve, por nuk e anulon kjo obligimin e këshillimit edhe urnit për të mirë.
Uni për të mirë përballë ti dhe këshillimi ndaj tij nuk është publikim, për të sa bëhet në kufit dhe suazat e shariatit apo. Por në qoftë se kemi të bëjmë me mëkatari i cili bën mëkate publikisht, nuk turpruhet për to, dhe nuk i bën përshtypje këshilla muslimanëve, atëherë në këto raste publikimi i mëkatit të tij për të ruajtur musliman nga sherrri i tij, nganjëherë din me qenë obligativ. Nganjëherë din me qenë obligativ. Prandaj nuk është gjithmonë mbulesa ajo që duhet të jetë prezente, por nuk është e publikimi gjithmonë që duhet ta ndjekim. Varet nga situata, rrethonat dhe dëmi dhe dobia që shkaktohen. Nganjëherë për shembull dikujt i mbulohet emeta e tij, i mbulohet mëkati i tij dhe pritet. Në qoftë se nuk e respekton këtë mbulesë, por e keq përdor, atëherë detyrohet ndoshta musliman përgjithësisht me ndërmend masa të tjera për ta parandaluar të keqen e tij përballë muslimanëve. Edhe kjo mund të ndodhë. Pa jo nganjëherë dikush mund që na e kanë mësuar që është esena me mbulu, po tash pse këtij piqplohet, apo? Ngase kjo varet nga dobia dhe nga domi, sikur që është e qartë edhe nga Kurani, nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk është e kërkuar që të flasim për tmet e askujt. Në veçanti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, duke thënë eqilu li dhawil hayati atharatihim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veçanti njerëzit që kanë ndikim në shoqëri, apo qoftë jetë mësues, tjetë ndoshta mjek, tjetë hoxh, njerëz që kanë ndikim në shoqëri, apo esenca këtu është një dozë dhe më e shtuar e faljes dhe mbulimit, apo jo për shkak në të vet atij si individ, po për shkak se ndikimi i publikimit të mëkatit të tij është me përmasa shumë më të mëdha negative, apo. Dallam për shembull kur na themi ose njihet mëkati i dikujt për njerëzve të rëndomt, sepse këtë njerëz musliman kanë vlerë tek Allahu xhallahu ala, po për flas i rëndomt në kuptim të ndikimit të tjerë, apo dallon më gjinoja i tij dhe dallon emeta e tij dhe dallon emeta e dikujt i cili ka ndikim të madh në shoqëri. Dhe ka mundësi që njohja e tmetës së tij të ketë pasojë negative që njerëzit fillimisht të privohen nga marrja e dijes së tij. Dhe kjo është mjaft dëm i madh. Dhe e dyta që është dëm i radhës është se mjafton që të tjerët të stimulohen apo dhe të duket bërja e këtij mëkati e lehtë kur ai ka ra në atë çka jemna. Hajde bismillah, tani merran ton tu i gjunatën. Andaj kemi të kujdesshëm. Se thash, sikur që ka disa hadithe ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit që të jemi të kujdesshëm dhe të kemi respekt të posaçëm për udhëhecin. Jo për shkak të vet udhëhecit, apo për shkak të shumë interesave të muslimanëve që sillen atë udhëhecit atë. Andaj edhe respekt ndaj dietarëve, shpesh herë nuk është për shkak të tyre si individa, apo edhe pse edhe këtu ka hise të mëdha si individa të respektohen. Për çfarë arsye? Për shkak të mundit individualisht që kanë bërë për të marrë dije. Për shkak të angazhimit individualisht që ja bëjnë për ta prapat dije. Edhe kjo është e mjaftueshme për respekt individual ndaj qenies së tij. Mirë, pjesa e mbetur e respektit të i kalon dimensionet e të qendrit ai vet njëri, por të kalon dimension tek muslimanët e tjerë, nga se sikur që i ka thonë ai njeri Muadh ibn Jabelit, apo një njeri ka qenë i dehur edhe urzu në tokë. Ka qenë Muadh duke kalu kohën te apo çka ke bëu të stonë. Ka qenë marrove të urzuar. Ka unë rrezona e çuna kush më kçyr më. Kçyr ti mos përzohesh apo. Apo i ka Muadh kçyr ti mos përzohesh. Se më kush më kçyr më na urzona o çuna fshin atë kush më kçyr apo. Po ti më urzu po punë Muadh apo. Shikoj i dehun i ka on Muadh ti ruje mos mërzu apo. Në nga rrezimi Muadh është punë e madhe, nuk ka punë e lehtë me raj apo. Ase me të bin njerëz, bin gjenerata mund me ra Allahu na rujt apo. Ose ai që ka on burg Imam Ahmed rahimullah, apo on ti ruje se unë jam hik këtu për të të shkaptën. Unë pat kur dal bëj kjo çështje ja bëjmë shtin këtu pat se kam më fal problem. Po ti ruju. Ti s'bën me të pa njerëz ka bien, ty nuk bën njerëz me të pa ka bien. Dhe njerëzit që me ramin e tyre mund të jenë jo në kuptim xhamatit, jo me veç hoxha, po ka edhe njerëz xhamatli që mund të jenë Allahu xhallahu ala i ka bërë të atil që të jenë boshte të stabilitet të njerëzve. Shumë njerëz i kanë për shembull i kçyrin. Në devotshmërinë e tyre, në stabilitetin edhe ata. Edhe për ballë të dytë me të kujdesshëm. Kur flet për tmetet e tij, ai vetë të mos i kujdesshëm apo që të mundohet të mbulohet sa më tepër me mbulesën e Allahu xhallahu ala në kuptim pozitiv të afatizimit, jo të mallkimit. Që se kanë fillim që të jetë edhe të mbetet një me të vërtet
prodhues i vazhdueshëm apo i stabilitetit dhe i qëndrueshmërisë në mesin e muslimanëve. Qas normalisht edhe mesin njerëzit, sikur se ka thonë Sheikh Ibn Taymiyyah rahimullah, njerëzit janë të krijuar të atill që ta ndjekin njërin tjetrin. Njerëz që s'e kanë. Do njerëz janë udhëheca. Shumica të tjerë kanë çështë mund gjitë dikush. Çao bën që këtu me pas dikon përpara një shemb, me pas dikon një mostër apo edhe çka bën ai. Andaj ata që janë sprovuar me këtë punë të jenë të kujdesshëm. Por ata të tjerët që e dinë se këta janë sprovuar me këtë, të jenë të kujdesshëm çka po flasin për ta. Ka se nganjëre ka fjalë që ti nuk ja vënë në vëmendje. Apo mi pa mund të jetë e kushtueshme edhe për Islamin dhe për muslimanët. Po flas në përhapën e ndërmjetë që realisht ekziston. E mos tosin për shpifjet e shumta që dinë njerëzit me i bë, e që këto mund me dëmtu shumë më tepër se njëri mund me paramendu në këtë situatë. Pra shoqëria islame është një shoqëri ku mbretënon ruajtja, ku mbretënon kujdesi, ku mbretënon mbulesa, ku mbretënon respekti, ku mbretënon ndershmëria dhe morali e kështu me radhë. Nuk jemi nga ata të cilët do të thotë përshkruajnë, flasin, publikojnë, hapin e kështu me radhë. Dhe gjithashtu këtu tek publikimi duhet të përmendet një vërejtje tek që mos kuptohet se tek mos publikimi bëhet fjalë veç për punë e nderit dhe moralit. Apo po bëhet fjalë për çdo gjë që publikimi i saj mund të dëmtojë muslimanët. E që esenca është mbulesa apo. Tjetër që mund të përmendni këtu të ndëruar është që të kemi kujdes edhe për fuqinë e armiqve të Islamit apo. Esenca është me mlua apo. Nuk është se me zbru. Çka nuk kupton kjo? Ka një dikush detale ka zonë sojën të fortë apo. Ki bën dëm musliman apo. Jo që realisht na dëmton. Po njerëz dekurajon, a din ata kanë një aeroplan në shtëpi të ngjir lukso e kia apo. Apo, çka ka lidhje në pas se po apo. Çka ka lidhje kjo apo. Sikur se ka thonë ata pe beduina apo. Kur ata s'kan qenë në aeroplane, i kam mbledh ai komandanti, i ka thonë të pushtues kur kanë pas koloni në Sovan Arabe, edhe janë çuar kryengritje. Po tash e kanë marrë që ata i kanë do punë që hypin të mi neve ato. Edhe tash ka thonë mi tre ushtarë ju ka dhënë më sparin më që këtu ka i kam mbledhur se ka thonë burra kështu gjyks me gjyks na mësu me shty, po ata tash i kanë bërë se ne mi kry po na gjujnë. Atë gjështini të kujdesshëm me bëmë të diçka mos u çuditni. Ka thonë mi qetësu apo. Edhe ka prit në reagim tash ta kthehen ta ikin, ai u çunë kanë çata që janë mineve. Apo a janë nër arsh a mi arsh? Ja, ka nër arshën. O s'ka gale, ai që është mi arsh, ai i rahaton apo. Nai ka ne publikimi i tmetave, apo mund të jetë i dëmshëm. Detale, këta ta din, këta ta bojnë, këta kanë bërë. S'ka nevojë apo. Nga se Kurani kurkun nuk ka publikuar detajisht kurthet e kufarëve apo. Anë kanë botuar do protokole tyna apo një 75-80 protokole keq ka bënë ata me bën, ata kështu bëjnë, po ata nuk mund as 5% me bëj çka doin ata apo. Nga se nuk shkon sipas tyne ajo punë. Andaj se është me mlu këtë punë apo. Nga se nganjëherë edhe lanson, për këtë arsye edhe nganjëherë disa shpjegime konspirative që janë apo që këtë është e rregulluar. Këtë është me skencë këtu, këtë me program, apo ky ura këtu e se këta kanë planifikuar. Sa që kështu apo. Nuk ka që kështu apo. Nëse u arë njërë të pejgamberi ka thonë, ka dosh me livdu pejgamberin s.a.s. Apo, edhe ka thonë, çka dënë të bëhet, wala ma sha'atil aqdaru, jo çka dënë caktime. Ka në udhë billah, ka në hadha Rabbul Alamin, ka në kjo zotë është kjo. Nga se ka thonë pejgamberi, kjo poeti ka ndër poezi që ka livdu pejgamberi ka thonë, inna medhake zejn, wa inna dhemmeke shejn, ka thonë ti kënë livdan e stolis, kënë ti e qërtën e faran. Hadha Rabbul Alamin, jo unë kanë livdoj, zamon që rritet. Ato që Allah livdoj rritet, kjo është Zoti i gjithësisë. Pa do njerëz kanë përshkruajnë njerëzve prej fuqisë, e prej aftësisë, e prej ndikimit që thjesht Zoti në vetë nuk din çfarë më livdua ato. Hajt kallzo Allahu xhelalu ala çka mund me bë, nuk din me kallzu, çka din me kallzu ata ti çka mund me bë ato. A kjo, esenca është me bulu. Esenca s'ka nevojë musliman me kallzove. Muslimanëve duhet më u detajzu apo begatit e Islamit. Duhet me u detajzu fuqinë e muslimanëve. Duhet me u detajzu për krahun e Allahut azza xal. Kto detajzohet. Kjo bëhet publike vazhdimisht.
Nëse ajo që ka bëj me kur thot, çka ata e kanë bë plan me bë, çka ata mundën me bë, çfarë plana kanë ata, çfarë sanë kanë ata, ajo është kë duhet mu paketu më një pako, apo edhe më thonë se ata s'jaudojnë valla fort mirë një uafën, edhe mor fund punën. Çështu Kurani ka thonë. Allahu xhallahu ala thot, Sura Al-Imran, apo kur fla përmend disa fjalë që thonë wa ma tukhfi sudurhum akbar. Ata çka e dim na, çka kanë gjokë është shumë e madhe, pasi u kallzojmë ne juve. A ka mujtë Allahu xhallahu ala detajisht me qitë shesh sa mundet një pa besimtar morrë një besimtar, po krejt. 2 gjuza Kur'an më mush, apo duke tregu detajisht sa mund më të rrejt një jo musliman. Ka me qërë me 2 fjalë, wa ma tukhfi sudurhum akbar. Ka marr fund. Ato çka ata mbledhin është më e madhe apo. S'keni vëti me ditë apo. Për armiqt kur ka fol, u aidu lahum mastata'tum min quwwa. Apo bënë gati ju me fuqi. Ju përgatitni apo. Turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum. Që ti të merrani me këtë organizim të juaj, armiqt e Allah dhe armiqt e juaj. Apo dhe të tjerë la ta'lamunhum. Ti s'e dini ju kush janë ata, apo? Pa ata tremën për udhë. Ti s'din që këta janë trem, po i trem Allah azza wa jalla. A mirë mos më ditë apo. Andaj në këtë rast mbulesa është e rëndësishme. Gjithashtu Allahu xhallahu ala kur flet për kurthat e pabesimtarëve, për planet e tyre, thot Allahu xhallahu ala flet në mënyrë të përgjithshme. E thot la yadurrukum illa adha. Këtë që ka i bon, ju shqetsojnë ka pak, sa i shimer gjumë, ju dhanë ka pak, këtë që ka që, mëse nuk kënë të në detale. Nëse, ndërsa kur fletë për begatinë Allahot, qëre për shamë në Sura Al-Imran, apo? Sura Al-Imran. Në mënyrë të detajzuar ka përmenë sa me loj këjnarë, sa në kënë të armatos, sa në kënë detale, se këtë vynë ti për shpirtonë me të kazu për përkraje. Kur fletë për ata, më nesh një rrështë e gjysë. Si avlenë me ta më marë, Allah. Andaj, na bëjmë të kundërtën. Na e mshefim fuqin ton, mundësin ton, begatin Allah ndaj ne për krajna, e kujmë puna detajisht e din, so kanë, që ka mund me bo. Jo, Allah, esenca për bala saj është mbulesa. Lejmë një uma. Pa e ka njerë, nuk është e udhës që njeri publikisht para muslimanëve në gjami, ku do koft, me i shfaq planet, protokollet, që ka kanë bo njetë, që ka s'kanë bo njetë, s'ka në uja. Ti ka dhëna që ka duhet na me bo, nga se në që se na bëjmë që ka duhet na me bo, kur farë rëndësijës ka që ka ata duhet me bo. Apo? Se sa më rëndësi është, na bëjmë që ka duhet na me bo. Nëse na bëjmë që ka duhet, atërë edhe një 10 fesh ata me me bo, është dikush të që mirë me ta që është mjarësh. Po se ata s'kan ditë, anë plahoni sa shpejt shkon qatë gjunë, ata s'kan ditë që ka kja. Ata ka ditë me krasu me arsh. A është në rami, ka i bjenaj. Ja, ka nërë, se mi arsh së në shkana, ka në tjera të mësë më kalëzëm mua. Sa s'du më marë, ma tha punë e bilat. Po nga se, unë më dalë të për ato që është mi arsh. Apo? Edhe a im ka unë, që ka s'mun është ti, në arsh, ja bëjnë e për mi arsh. I në marrë vërë që është të, veç ti ngëm mu. Atëre, nuk kena nevoj, ma i man detale ato. Gjithashtu këtu bën pjesë tek mbulesa e ndëruar edhe ajo që ka të bëjë me fatkeqësinë muslimane ato. Ka njëra çdo detaj, çdo grithje, çdo plom, çdo sen, më njëra është në YouTube, është në Facebook, do. S'ka nevojë valla. Nuk ka nevojë çdo fëmijë musliman ku grithet apo marrësh, çiçi e kanë bota thëmis në non tu vajtua ato çdo. S'ka nevojë. Ke shqetëson musliman, që nuk është në dobit muslimanëve. Çetë në hajër, çetë në pendim dikujt apo çetë në kthem në fitore, që kjo është më rëndësia. Po kaj herë për shembull është nevojshme për me tregu realisht sasinë e dhunës si ushtohet me muslimanët ose me tregu për shembull problemet e caktuara sa për informim po ama detajizimi i fatkeqësisë muslimane gjithashtu është në kundërshtim me këtë emër. E si ti Allah e kam luajtur. Leja. Nuk ka dhënë të sana atë. Për shembull detale sa i kanë dhunu, e çfarë kanë dhunu. Kjo të merran njërin në ndershëm vëllai. Wallahi nuk stimulon më. Këtë tani më zgënjen, dekoran, thën emocionalisht në gjithë trupin tonë apo. Sun kfilesh ndoshta me kohë të tëra apo nga li pa me çike pa. Sa është ke kërkuar apo? Nuk ka kërkuar me çita aty për shembull kanë ne tu vajtu di kanë tu prit tu ose do pamje se e ka gjetë djalin mas 2 vjetë në gërmadha dikune tani çushun taku e kanë kajt apo sa nuk qiten këto senata. Në moment që kemi kujdes çka po publikojmë ose çka po bëjmë sebeb për shpërndarjen e saj apo se nganjëherë ndoshta një klikim i joti ka mundësi me 10 musliman me zhgënjy me dekoraju. Allah na rujt.
me mbjell në zemrën e tyre pesimizëm. Prandaj bëhu optimist dhe shpërndaj optimizëm. Bëhu pozitiv dhe shpërndaj pozitivizmin. Këto shpërndaje. Jo me kondjer negativ apo. Në të kuptim veç keq. Si t'ja qel shfaqen, ja kime po tu preja, tu grija, tu shajtja. S'ka lazëm, nuk është esenca këto apo. Ato ka herë njëri kur ka nevojë. Esenca është për mendje që shumë pajtu do, që duhen do, që kanë pështu do, që kanë fitu do, që shto për mendje apo. Ase që kjo është metoda kuranore në publikimin e fatkeqësive të muslimanëve apo. Edhe në sqarimin e ose prezantimin e gjendjes së xhamatit. Sigur që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu ka prit që të vinë njerëz të raportojnë për vilajetet e tij që ka pas në kohën e halifatit. Edhe pini vani kanë ardhur dy njerëz. Edhe Aliu ka pas rreth këshilltarët edhe sahabët e tjerë që kanë qenë për mezhlis. Ka njëri ka thonë venin ton mos vet çka u bën. Mos vet. Apo don raki, apo don zina, apo don janë të ndërruar ata njerëz që qysh mëra njerëz falen, vrahen me zveti, që nullet vetë derat e ti një 10 vit u rrahen, që është përshkrim katastrofal. Por Aliu radhiyallahu ka në rregull. Në çudit njerëz me gjakfozin Aliut. Aliu kon pe sabë më të urtë. Është një urësi Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Pe sabë më të mençur ka qenë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. Ka von për një veç pak se është tuar për i venit tjetër një tjetër. Apo Kurani i ka von o prisi besimtarë. Apo elhamdulillah që Allah na ka nderu neve me ty, apo po ty të ka nderu me dy vende që janë tu përparuar tu es përpara. Elhamdulillah. Vi për një vend që hajri ka apo. Është ka shtuar të mira apo. I njëjti vend. Ka von Aliu radhiyallahu ta'ala elhamdulillah. Kur në çu dyt i ka thonë çuçi komenton këtë. Ka thonë ky rrin që to vane ku kush që si zezihone ka. Apo marrësh normal që ai shet diçka tjetër. Ai si tresh me njerëz gjunaqar, njerëz me mëkatar, ai shet kur su falke, nejta 10 neja mra me nejt kursu që me fal akshamin. Po si ti rrin gjithë me ata që s'falen kur normal, që veç çështë shë. Ky njeri ka me burrat mirë, me musliman, ka përcjell, e ka përcjell gjendën që ka pasur. Prandaj e ka marrë për bazë raportimin atij që ka me përgëzime. Kanë çështu dash, nuk ka çështu. Prandaj na kur të përshkruajmë vendin ton, varësisht ka këshyr, nga cili kënd këshyr. Në qoftë se e mat me halifatin e Abubekrit, për shembull, jena kon çështu të jena kon sana, tash çu çu po. Tash këtu i bien që domon mallkim mas mallkimi, apo urrëtie mas urrëtie. Normal se jetu këshir për një kondi, caktum. Çai kanë ta mundsoni përshkrim tilla apo. Mi po emri Allah e si tir. Ana mëson edhe pozicionin ka duhet me marr kur ta analizojmë po. Pozicionin pozitiv apo. Që munon me gjeni pozitë që sa më pak shekeq. Apo? Don nëse kemi përballë një bërllog, edhe kemi pa më të mira apo. Tash tin se del bërllogut përpara, ti veç bërllogun e sheh. Pirës të keqe, po më skeqe kush e mirë në ato nuk sheh. Apo emri Allah si tir thot, esenca është deri të mirës kësaj apo. Që e mirë është në të keqen apo. Shemir, po është do bërllog që ti po duket që është shumë, po gazet çështu të na jap optimizëm, na jap kuraj përmes përpara ato. Alhamdulillah ka hajr. Ka mbulesa të vazhdueshme, ditë për ditë kush po mlot, alhamdulillah. Ditë për ditë s'ka njëri që ditë për ditë vjen xhami më fal. Kjo është hajr. S'ka Ramazan që nuk mbesin me 10 njerëz në xhami. Kjo është hajr. Apo nuk ka ditë që ndoshta njerëzit nuk e bojnë kaj punë mirë. A ka mundësi që në vendin ton me shku një ditë që dikush të një mund dikujt për i Allahut. Kjo është hajr domethënë. Ne mundom me kësi përshkrime me e te i kalu tendencën e shejtanit për me të zhgënjy dhe me të dekuraju apo. Dhe ndihmosh këtë situatë me emrin Allah xhallahu ala si tira apo. Prandaj kjo është një metodë e rëndësishme dhe kjo është një mentalitet dhe kulturë që ne duhet ta instalojmë vetëm ton përballë problemeve të caktuara, analizave, përshkrimeve ndryshme që ndoshta na bie hise edhe vetes tonë t'ia ofrojmë po edhe të tjerëve apo. Dhe përfund çka dua të them ndëruar është se emri Allah si tir kros këtyre përfitimeve që i nxjerrim dhe i marrim, gjithashtu edhe është një lutje, madje më tepër se një lutje që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmes këtij emri. Apo dhe madje është lutje e njohur që pejgamberi sa çdo ditë e ka kënduar. Allahumma inni es'aluka al-afiyata fi ad-dunya wal-akhirah.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Andaj Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. O Zot, al-afiya, do të kemi zotë emrin al-afu, apo al-afiya është shpëtim dhe shëndet në dunja dhe në ahiret. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Me jap falje dhe gjithashtu shpëtim dhe shëndet në fen time dhe në dunjan time. Allahumma astur awrati. Awra është çdo gjë e turpshme që është apo. Sa sa i thon avretit, avrat, është pjesë e turpshme që nuk duhet mos zbuluar. Andaj për shembull, Allahumma astur awrati. O Zot, tëra ajo që është e turpshme, të shihet pjonës time ti më mbulo Zot apo. Andaj shikoj pejgamberin çka ka pas e turpshme ti më duk në mëngjes dhe mbrëmje ka lutur Allahun xhallahu ala që Zoti xhallahu ala t'i ambulon atë që është e turpshme të duket apo. A njëri kur e këndon këtë duan mëngjes, e lutë Allahun xhallahu ala o Zot, ndoshta mund të turprohem përmes syve të mi. Ma mbulo turpin e syve të mi apo. Ndoshta mund të turprohem përmes veshëve të mi, o Zot ma mbulo turpin e veshëve të mi. Ndoshta mund të turprohem përmes gjuhës time, apo nga se kam tmet, o Zot ma mbulo turpin e gjuhës time. Turpin e durrëve të mia, turpin e tërë qenies time. Këtë ajo që mund të jetë e turpshme, që mund del për meje, të duket për meje, e jashtme dhe e brendshme, Allah me stur. O Zot mbuloja. E kjo ustur është kërkesë për veprim me emrin e Allahut es-Sittir. Për veprim me emrin e Allahut xhallahu ala es-Sittir. Prandaj besimtari sa do të ketë dua që shpelutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjes i kujtohen të metët e tij, turpet e tij, që njëra prej tyre është e mjaftueshme apo që këtë njëri më vërtet ta bën të nënçmuar të përbuzën para shoqërisë. Andaj kërkon pe Allahu xhallahu ala vazhdimisht që Allahu ta mbulon në çdo aspekt, në familjen e tij, në punën e tij, kudo qoftë, ta mbulon nga turpet që mund të dalin nga gjymtyrët e tij, që mund të dalin nga vetja e tij, nga e jashtme e tij dhe nga e brendshmja e tij. Dhe kjo e bën besimtarin gjithashtu që të mirët me vetën e tij. Se sa thosh o Zot, më mbulot metet e mia, don ti ja kujton se ti ke boll tujat, e mbleja vetes tonë para se më ja ky dikujt tjetër, apo se tu ja ky dikujt tjetër çplosh ti vet. Mund të më çplu, apo pa e ka pa njëri kur ka tesh në ngushtë, do për shembull mos zgjat me marrë diçka, dikujt më dhon, apo nga pa kujdesi se si ka diçi katër të shkurtë, tu i një mund dikujt mundet më çplu vet apo. Andaj kujdes, apo që duke shikuar dikush tjetër mos po zbulohesh ti, për kujtimi i vazhdueshëm se njëri ka tmeta, ka turpe, të thënë nëse njëra prej tyre zbulohet, është e mjaftueshme që këtë njëri ta përbuzën në xhman, e bën që ky njeri të mirë me veten e tij. Dhe ta njeh begatinë e Allahut mbi të për këtë mbulesë që e kërkon prej Allahu xhallahu ala përmes emrit të Allahut es-Sittir. Andaj këtu janë disa prej dobive që po ta mundsi me i përmbledh dhe me përmendu para jush që kanë të bëjnë me emrin Allahu xhallahu ala es-Sittir. Domethënë në fillim atje është dashur me përmend, mirë po sa për sqarim se nuk ka ndonjë rëndësi të madhe ndoshta në shpjegimin ton shqip, po në arabisht e ka një kuptim se emri Allahut es-Sittir nganjëherë për njerëzve përmend edhe si es-Settar. Es-Settar. Mund gjeni dikun emrin Abdus Settar, e quhet Abdus Settar. Settar dhe Sittir në kuptim gjuhësor është i njëjtë. Mirë po, ne kemi për obligim që edhe kuptimin, por edhe formulimin ta kemi shëriat e kapëtën. Andë nuk ka argument askun se Allahu ka emrin Settar. S'ka argument shtu. Nuk në takone me u krasime gjusore, po gjusër s'ka lidhje. S'ka lidhje, s'ka kërkon Settar. Ka arë Sittir dhe ne ja pojmë Allahu xhallahu emrin e Sittir me kuptime që i ceka merit dhe me përfitime që pa të mundësi ti përëndojmë para jush. Andë e lusë Allah në manduar që Zotë xhallahu ala të nëmbullan me mirësit e ti. Dhe mbulesa e tij të jetë e karakterit të afatizimit, apo që Allahu xhallahu ala na jap afaqet të përmirësohemi e jo Zot na lut të jetë një mbulesë e mallkimit, që Allahu xhallahu ala mbulon dikën për ta privuar nga pendimi për shkak të këqijave dhe marrëzinave që ai njeri din me i bë. Dhe gjithashtu na boft Allahu për ato që i publikojnë të mirët e muslimanëve dhe i minimizojnë sherrët e tjerëve e jo e kundërta. Allahu shpërblet me kaq po jap në fund sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا